Mira persona u mblodhën këtë të diel në Tetov, ku u dha lamtumira e fundit këngëtarit të njohur shqiptar Shpat Kasapi. Fillimisht homazhet në nderim të artistit të ndjer u zhvilluan në Pallatin e Kulturës. Kolegë dhe qytetarë ndan kujtime për të. Atyre nga foltorja mes shumë emocioneve, ju drejtua motra e Shpatit, Jehona Kasapi. Vockël Shpati, Zoti e past pranë vetës i dhënë paqë dhe qetësi, i paharuar qoftë kujtimi për ty, zemra motrës. Bashkëpunëtorë që e kishin njohur nga afër e kishin ndarë profesionin, humbjen e tij e konsideruan të rëndë. Sot jam barejush me një dhimbje që nuk di si ta përshkruaj. Në këtë skenë, pikërisht këtu, ku unë dhe Shpati kemi filluar për herë të parë së bashku. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë. Akoma nuk e besoj dot që kemi humbur Shpatin. Shpati ka qenë gjithmonë shumë i gjallë. Edhe kryetari i Tetovës, Bilal Kasami, përveç për Tetovën, tha se vdekja e Shpat Kasapit është edhe humbje e madhe për skenën kulturore. Ashtu siç përmendi edhe ikona tjetër e Tetovës, Arifi, dhe shumë tjerë individ dhe grupet cilët e prezantojnë Tetovën edhe në rangun kombëtar, por edhe ndërkombëtar, një ndër ta ka qenë Shpati, i cili më së miri na ka prezantuar, prandaj ne ndjejmë dhimbje që nuk do ta kemi në mes. Nga hapësirat e pallatit, arkivoli u nis në drejtim të varrezave të qytetit. Në ceremoninë e varrimit, familja, miqt dhe adhuruesit u mblodhën për të ndarë dhimbjen dhe për t'i dhënë një përshëndetje të fundit. Artisti i njohur shqiptar vdiq në moshën 40 vjeçare në Itali, si pasojë e një sulmi kardiak. Me rastin e vdekjes së tij të parakohshme, ngushëllime familjes i kanë shprehur personalitetet të ndryshme nga fusha e kulturës dhe jeta publike nga të gjitha trojet shqipfolëse, duke konsideruar vdekjen e tij si një humbje të madhe.